Një gjë është regjistruar në Triestet e Italisë, ku një nën nga Ukraina ka vrarë me thik djalin e saj 9 vjeçar. Krimi i tmerrshëm, sipas Corriere della Sera, ndodhi në Muggia, provincën e Triestes. Një nën nga Ukraina, 55 vjeçareja, Olena, vrau djalin e saj 9 vjeçar duke I prerë fytin me një thik të madh në kuzhinë dhe më pas u përpoq të kryen të vetvrasje duke prerë kyçet e duarve të saj. Trupi pa jetë I fëmijës u zbulua të mërkurën në mbrëmje, 12 nëntor, nga policia e cila u njoftua nga babai. Një burr 56 vjeçar nga Trieste, I cili nuk po mundej të kontaktonte gruan nga e cila është divorcuar. Gruaja, siç raportohet, ajo duhej t'ia kthente fëmijën të cilën ai e kishte besuar në orën 21 të mbrëmjes.